Ai dërguar Allah shumë çat shumë e ka desh, kur ka kuptuar se është të vdek, her pas here ka shkuja ka prezentuar shahadetit, duke thonë, a xhajem, thuje be shahadetit, thuj be la ilaha illallah, thuaj be se po e thave, unë kam e mojt këtë fjalën, edhe kam qenë dëshmitar, kam e bë shefat dhe advokat për Allah që ke thonë. Edhe ka dhimbë duke di se botën tjetër nuk ka kompromiste, nuk ka amnesti. Ki iman, edhe me pas gjuna tjetra, shpresat e të lloje, po nuk i iman, sa do të që bën punë të mira, badjava. Disa transmetime thotë njëri ka thotë Muhammed thotë, vetëm mos me pas frikë se këto më thonë Ebu Talibi po tutet e pranon fenë nipit vet. E ç'kjo po më duket sikur se unë e tradhoj. Qëra, me transmetime ka thonë, unë po vdes më mirë në atë fejen, idejen, kulturën e gjyshit. Edhe është mërzit pejgamberi derisa ka thonë ka më munu maksimalisht me bëj istighfar, derisa Allahu ja të rregjvërejtën dhe ndalon. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو القربى. Nuk I ka hije, nuk është e denjë për pejgamberin dhe ata që ka besojnë pejgamberin që me kërku falet tek Allahu për dikan që është I familjes vet, duke kuptuar se ky ka vdek më pa iman mushrik. Ose duke kuptuar se është banor I zjarrit. Me një ajet tjetër ka zbrit ka thënë innaka la tahdi man habab, ja Muhammed, ti nuk mundesh me udhëzu ata që ata do zebra. Ti ki qef, ti ki shumë dëshirë flam, shumë të madhe mirë po Allah I udhëzon ata që don.